Opozitarja e BDI-s vlerëson se zhvillimet e fundit në lidhje me ndërtimin e korridorit 8 konfirmojnë vazhdimin e projektit dhe theksojnë se ai nuk mund të ndalet, pavarësisht përpjekjeve për të ndryshuar drejtimin e tij. Sipas tyre, shtyrja e vizitës së UNESCO-s vetëm dëshmon seriozitetin e projektit, ndërsa ministri i transportit tashmë pranon se dilema nuk është ndërtimi, por zgjedhja e trasesë më të përshtatshme. Shtyrja e vizitës së delegacionit të UNESCO-s nuk e vën në pikpyetje realizimin e projektit, por konfirmon seriozitetin dhe domosdoshmërinë e realizimit të tij sipas projektimit të realizuar në kohën kur BDI ishte pjesë e qeverisë. Siç e pam dje, vetë ministri i transportit ka filluar të reiterojë nga qëndrimet e shprehura publikisht më herët dhe tani pohon se dilema nuk është nëse korridori 8 do të ndërtohet, por vetëm përzgjedhja e trasesë më të përshtatshme. Nga koalicioni në pushtet vlen u përgjigjen me ironi, duke thënë se mirëpresin zbulimin e fundit të BDI-s lidhur me korridorin 8, i cili edhe pse me vonesë. Sipas tyre kjo konfirmon atë që Vlen e ka thënë se ky projekt nuk ndalet dhe nuk është pronë e askujt. Pas një periudhe të gjatë deklaratash kontradiktore dhe përpjekjesh për të krijuar mjegull politike, është inkurajuese të shohim se opozita më në fund po reflekton dhe po i afrohet qëndrimeve që Vlen i ka mbrojtur me konsekuencë dhe përgjegjësi institucionale. Vlen rikujton se përkushtimi ynë për realizimin e korridorit 8 ka qenë i qartë që nga dita e parë, një projekt strategjik që lidh vendin me rajonin dhe me Bashkimin Evropian dhe që duhet të ndërtohet mbi baza profesionale, transparente dhe të qëndrueshme. Në reagimin e BDI-s thuhet se përpjekjet për ta penguar apo vonuar këtë projekt janë të kota, sepse korridori 8 është një realitet në ndërtim dhe një domosdoshmëri për të ardhmen europiane të vendit. Por nga Vlen theksojnë se retorika destruktive dhe përpjekjet për ta politizuar këtë projekt nuk kanë prodhuar asgjë përveç konfuzionit.